Përshëndetje nga kuzhina Neri, sot kam vendosur me nda me juve edhe një recetë për përgatitjen e specave. Kjo, si me thonë, turshi e shpejt që mundeni me konsumu me njëherë edhe ju kënaq, pa që to vera nuk shkon dyqysh. Sidomos për ata merakxhit e specave, siç jam unë edhe tjerë me radhë. Krejt çka na nevojitën prej përbarsve janë 1 kilogram speca të gjelbërta, gjys kilogrami speca të kuqe, i kum pjek në furrë. Pra, kur ti pjek në furrë, këto zbuten krejt në gjitha anë, nuk kemi nevojë mi kaverdis pra në tigan. Nëse i pjek një mbi shporet, pra mbi ploq, atëherë duhet pra me i kaverdis edhe në tigan. Nevojiten vaj ulliri, pak ufull, sepse kjo është ma e fort ufulla e sallatës 25%, veç pak e qes, thelbit hudhrës, një dhe thelbi grini, magdanoz të freskt. Bismillah, morëm një pjot edhe qesim. Vaj ulliri, thelbi të hudhrës, magdanozën, i përzina pra gjitha se bashku, edhe pak ufull. I ushëm. Përzina gjitha se bashku. Tash morim një enë, ose një plastik, ose kavanoz, edhe qesim gjysmën e përbersve për fundi. Shtrina në enë. I morim specat edhe i renditim. Këto ju knoqen, si kur në frigorifer i keni derisa të hargjohen, ashtu edhe për grill, pra kur dalne i keni të gatshme. Pa që to vera dhe që nuk më shkon marë më duhet. Merakxhit e specave. Prej meje e tash s'po di kush tjetër kush i konsumon. Ma shumë se une. Tashti e marrëm gjysmën tjetër. Pra specave ju kom qit krep brenda me majat gishtave. Këtu nuk i kom qit as pak sepse kanë brenda. Qesim betjen e fundit për mi. Kështu pra duket turshia shpejt, e mbuloni enën, normal, i pjekni në furrë, i qërani, e qitni kripen, edhe këta përbers. E mbuloni enën mandej me kapak, frigorifer i keni sa herë të doni. Juve ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetat mia, faleminderit për prekrojnë që ma beni, komentet e bukura, deri në recetën e radhës, nga kuzhina Neri, që them mirë,